gjëja që ndodh është që ai bjefja njeh Ronin dhe i thotë dhe e njeh për shkakun çfarë pjekurie emocionale ka Roni, di një histori të Ronit. Edhe Çati, nëse ti komunikon shpesh fillon e të njeh, memorizon. Çati në ChatGPT 4.5 që është sot, sepse Sam Altman pritet që brenda disa muajve të nxjerrë versionin 5 thuhet në ver. Versioni 5 do ketë një memorie më të gjatë. Domethënë mund të memorizoj pak më shumë. Dhe po prap nuk e zëvendëson psikologun për një arsye sepse limiti se sa i mund të memorizoj për ty është nuk është i pafundëm. Mirë, kjo është aktuale, ai mund ta avancojë më pas. Po, normalisht po. Madje ne mund të arrijmë dhe në ditën që mund ta marrë edhe në celular ChatGPT-n të flasim me të. Dhe të shikojmë. Kjo është do thosha element për shembull në një këshill psikologjike, financiare etj. Janë dhe përveç aspektet historike janë dhe aspektet vizuale. Për shembull, një psikolog të shikon në sy, të shikon mimikat, të shikon stresin që ke etj. Nësa ChatGPT-ja sot ose LLM, large language models, module të mëdha gjuhësore, nuk mund ta bëjnë, thonë bazohen vetëm te teksti dhe te informacioni që kanë tash në internet që thjesht e përpunojnë. Dakor, por ama ke parasysh që psikologun e parë do duhet ta rezervosh dhe në momentin që ai të lë orarin për të takuar ti mund të mos ndihesh mirë për të biseduar. Ndërsa e mira Chatit është që ti mund të flasësh kur të duash, si të duash, kudo që të jesh, duke shprehur ndjenjën e momentit. Je në comfort zone patjetër, por problemi është që ndonjëherë ai comfort zone është i gabuar. Sepse nëse ti për shkak një person shumë i mbyllur i vetmuar dhe lë një takim me një psikolog dhe fillon ndihesh pak ke bezi të shkosh, nuk di si ta përshkruaj, fakti që do detyrohesh të shkosh për shkak se ke një pagesë të ndihmon të dalësh nga situata. Njeriu ka nevojë për marrëdhënie njerëzore, për socializim, nuk ka nevojë për kompjutra. Kompjutrat janë aty, janë thjesht mjete. Do vi një ditë më bëj shumë qefi malë që e mbajtje mend si bisedë. Sepse ndonjëherë kur dal për to AI më duket dhe mua vetja si pjesë në një grup njerëzish që sa u bë trend AI, domethënë filluan dalin AI, po në fakt